Moti është bëri paqëndrueshëm në vendin tonë. Praktikisht ne po shohim që vera është tepër e nxehtë. Studimet fundit po e shohin që dhe klima jone, e cila ka qenë tipike mesdhetare, po shkon drejt asaj kontinentale. Por ajo çka është vënë re në 3 vitet e fundit së paku, dhe jo vetëm në 3 vitet e fundit, por në dekadën e fundit, që Dimri është zbutur shumë. Ai ka kaluar nga 3 muaj, i cili ka qenë historikisht, në pothuajse 3 javë. Dhe në këto 3 javë ne shohim që mund të ndodhin, ashtu siç mund të ndodhin përmbytje të mëdha, pra rreshje intensive, të cilat duhet të ishin normalisht të shpërndara përgjatë gjithë vitit, mund të kemi ndoshta edhe episode të ngricave, por ajo çka është më problematike, sepse shpeshherë ngrica dhe i ftohtë janë të domosdoshëm, ne i kemi në disa zona të vendit, në veri, në Korçë, pra ato janë të domosdoshme që ne t'i kemi këto periudha të ftohta. Por ato çka neve po shohim që po prishin pra këto ekuilibra është që ne i shohim në periudha të cilat nuk duhet të ndodhin.